秋は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë kohë më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një angjëll mbrojtës shumë të fortë. Ai quhej Zenki. Ozuno e përdori Zenkin e plot fuqishëm për të mbrojtur botën nga krijesat e këqija. Tani, ndërsa kërcënimi nisi të rritej akoma më tepër, I paprekshmi Zenki u ringjall përsëri. Gjyshe Cakish, jemi pak më vonë. Çaki, ku po shkon kështu moj vajz? Ti nuk e mbaruar se pastruari korridorin kryesor. Mos u shqetëso, do e pastroj më vonë. Kam diçka më të rëndësishme për të bërë tani. Çaki! Ajo është një vajzë e çuditshme. Apo e kam gabim, Zenki? Tempull Jenos ka një histori 1200 vjeçare. Por këto ditë nuk kemi punë, edhe tempuj duhet të bëjmë pushime ndonjëherë. Mirë se erdhët në fshatin e Ëngjëllit Mbrojtës. Thuhet se Eno Ozuno, magjistari më I madh japonist, e zbuloi këtë qytet 1200 vjet më parë. Ky qytet e mori emrin e tij sepse siç thuhet edhe nga legjenda, Ozuno, me ndihmën e Ëngjëllit të tij Mbrojtës, shëroi sëmundje dhe shmangu fatkeqësi të mëdha. Pikërisht atje. Falni zonjush. Po. Çfarë është një ëngjëll mbrojtës? Është një lloj shpirti I mistershëm që I bindet vetëm urdhrave të zotërisë së tij. Si thoni sikur të bëjmë një lutje të vogël. T'ju tregoj të ardhmen për të shmangur shpirtrat e këqij rreth jush. Fallxorja më e mirë e qytetit. Para jush Çakino. Fallxorja më e mirë e qytetit. Ja I aty. Hey, ti djali vogël. Ja, s'është dita ime. Ju 3 klient, kaloni këtej. Si e ke punën Çaki, duket sikur punës po shkojnë dhe aq mirë. Dgjoj, ti e ke hapur dyqanin tënd me qëllim afër dyqanit tim. Fakti se je vëllai gjyshe sime nuk ta jep as pak ty këtë të drejtë. Kjo është një akuzë pa drejtë, mos e thuaj këtë. Ne jemi këtu thjesht për të shpëtuar delet e humbura që kanë nevojë për ndihmë, vetëm kaq. Mos është kjo gjëja më e mirë për të bërë, ha? E kush të kërkoi mendim ty? Kjo s'është e drejtë. Me Sashon nuk krahasojmë fare me priftin Yukaj. Kemi arritur akoma? Çaki, edhe sa shkallë kanë mbetur? Unë e dija që 50.000 lekë për një vask me hidromasazh dhe ushqimi nuk do më mjaftonin. Edhe pak edhe arritëm. Hajde, ne ju mund t'ja dilni mban. Ajo është vërtet shumë energjike. Ja ku arritëm!
Sa lodhshme ishte. Kush e di, po kjo çfarë është? Le të shkojmë ta shikojmë. Ju nuk mund të shkoni atje pa marrë leje, për ndryshe do t'ju ndodhin gjëra të këqija. Pra, në lejo sa të hedhim një sy. Po, Çaki, ti na premtove se do të na tregoje shumë gjëra interesante, apo jo? Unë dua ta shikoj. Se mos të shkojmë një herë në sallën kryesore. Pra si mendoni? Faleminderit që pritët. Forca të mbi natyrshme, forca të mbi natyrshme. Kota na jo aketa, jaksam, are shadi, are. A mendoni se ajo ndihet mirë? Lapkaturja, kota na jo aketa, jaksam, are shadi, atsaka kitai, kota na jo aketa, jaksam, atsaka kitai, are shadi, atsaka kitai, lapkaturja, jaksam, are shadi, atsaka kitai, are shadi. Ajo po më duket si e dheur. Kota na jo aketa, jaksam, are shadi. Po kjo çfarë ishte? Kjo sërgje e mirë, shpresoj mos ndodhi ndonjë gjë. Është pak vonë për këtë. Shiko çfarë ke bërë fytyrave tona, ne të gjitha jemi përpis. Unë e ndjej. Është era e fyerjeve, janë nga ato të panjohura për vite me radhë, pa afta për të përmbushur qëllimin e tyre. Tuna që nga një port. Padroni ynë i ligësisë na ka thënë gjithashtu se thesari është pas kësaj. Homine me kala, mine kona me la kama. Ima to me la sei, mamma ni me kam ti tava. Ima bada me ti tava. Një moqë më kanë më në më kama. Një mono koni si një më në një kokoma. Që në më në kinë për një shinë më kopëneva. Që për nga për një topi që për në më një në gëvar. Që për një video më të që ti për që më parë që ti për që në më në me kinë për të për nga. Që që në më në për që në gërri në më kime të. Nga më kime në më në më kime në më kime. Është tamam ashtu si tha mbretëresha Karuma. Është këtu. Fara e ligësisë e mbyllur nga Eno Ozuno. Ka ardhur koha për të çliruar fuqitë e errësirës. Ne ja dolëm. Fuqitë e errësirës janë tonat. Ndjej diçka për rreth. Ka diçka të fuqishme në ajër sonte. Prit ju kaj. Po, çfarë do? Darga është gati. Po vi.
Sa e të meshme. S'më besohet. Dikush pas ka thyer vullën e farës së ligësisë. Vullën e farës së ligësisë? Shpejt! Chucky, shpejt, nxito! Futuni brenda! Futuni shpejt! Po çfarë? Keni frik, unë kam një surprizë për ata. Po çfarë? Gjyshe! Nxito, vrapo Chucky. Por nuk mundem. Ne mund t'i ndjejmë fuqitë e errësirës duke u rritur nëpër trupat tanë. Të gjithë qeniet njerëzore do të bëhen sklavërit tanë për gjithë përjetësinë. Ju mendoni këtë, po unë jam një Ozuno dhe unë kam për t'ju... Mos, vajzat e tjera u kthyen në përbinca. Chucky, vrapo. Kemi qenë të mbyllur prej vitesh, duke vuajtur. Tani ka ardhur koha të marrim akun ton. Patjetër! Përbinca, gjyshe do na glavërojnë. Fara e ligësisë, më në fund është duke mbirë. Ushqimi ynë i parë në këtë 1000 vjet. Kemi për t'ju kryer të gjithë dhe këtu të gjallë si qeni. Zenki, në ndihmo. Byzylyku mbrojtës në dorën e Chuckit. Chucky, zgjohu me njëherë, Chucky. Po kjo çfarë është? Tani Chucky, byzylykun. Përdore atë. Bëj një pentagram me dorën tënde dhe thuaj këto fjalë. Unë të liroj ty dhe Theras përpara Zenki. Po, unë të liroj ty dhe Theras përpara Zenki. Gjyshe Saki nuk po ndodh asgjë, gjyshe Saki. Sipas legjendës, kur ligësia kërcenon botën në shkëlqimin e byzylykut të mbrojtës, Zenki do të ringjallet përsëri. Më në fund jam i lirë. Shiko gjyshe, pra ky na qen ka mbrojtësi ynë. Me aq sa di unë, Zenki duhet të jetë mbrojtësi më i fortë në gjithë botën. Ky mistrac i vogël është angjëlli mbrojtës, a? Duhet i hesh duke bërë shaka. Kujt i thëre ti kështu? Unë jam angjëlli mbrojtës më i fortë në këtë botë. Unë jam Zenki. Mos, ai është komplet i
rëndësishëm. Jo, mjeshtri Ozuno duhet të ketë vendosur një detyrë të dyfisht brenda tij, në rast se Zenki do të zgjohej aksidentalisht. Por unë... Pra ky është angjëlli i mbrojtës, ha? Sa keq! O, gjyshe! Më vjen keq, Chucky, por unë nuk di fjalë të tjera magjike. Çfarë? Por... Po, unë e di atë. E di fjalën magjike. Po, e di. Fjalët magjike për të zgjuar angjëllin mbrojtës. O pasardhësit e mi. Çfarë? Forca e mbinatyrshme ndodhet brenda në zemrat tuaja. Mjeshtri Ozuno? Dhe unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme, ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki, më në fund u ringjall përsëri. Pra gjyshe, ky na që nga identiteti i vërtet i Zenkit? Mallkuar qofsh, ne do të shkatërrojmë Zenki! Si guxon të më sfidosh mua? Unë nuk ju kam frikë juve, do t'ju tregoj kush jam unë me të vërtet. To jenëm time të ardhmë! Këta nuk e meritojnë të jetojnë. Është e vërtet. Legjenda është e vërtet. Ai është mbrojtësi ynë. E shishme, një shije që më kishte munguar prej 1000 vjetësh, jap se unë s'mund të ndaloj së luftuari me farat e likësis. Tani pra, fjalët magjike u prishën, dhe Zoti Ozuno nuk ekziston më. Kjo do të thotë se nëse unë e vrasa të vajzën me byrzylykun mbrojtës, atëherë unë do të jem i lirë për gjithmonë. Oh, prit një sekond, po çfarë po thua kështu? Lam të mirë, voglushe. Çfarë? Çfarë ndodhi? U ktheva ashtu si qisha? O pasardhësit e mi, parat e ligësisë janë të panumërta. Përdorni angjëllin tonë mbrojtës Zenkin për të luftuar kundra ligësisë. Zoti Ozuno? Mjaft bëre shaka! Unë jam Zenki, angjëlli mbrojtës më i fortë në të gjithë botën mbar, dhe nuk do të bëhem shërbëtori kësaj vajzës këtu. Jo! Po çfarë je duke thënë kështu? Ta tregoj unë se kush jam. Ti je shumë gordalaq kur je i vogël, apo nuk është kështu? Mos. Dhe Zenki që u ringjall në ditët e sotme, shpresoj të mos jetë shenja e një gjëje të keqe që po vjen.